Po edhe këtë javë në kuadër të planit operativ që kemi bashkë me policinë edhe Agjencionin e Ushqimit dhe Veterinës, bashkë me ekipet e policisë dhe inspektorët e avukët, kemi dalë në teren dhe kemi inspektu këto hapësira ku gjithë shqetësit ilegal të cilët e frekuentorin këtë pjesë tani më janë larguar dhe nuk kemi siç përshit asnjë shitës këtu. Që është vendosur një rend edhe një rregull sa i përket këtyne frekuentuesve të rregullt të automjeteve këtu. Hapësira që ka qenë këtu me mbeturina përmes kompanive pastrimi, ndërmarrjes publike banesore është pastru dhe janë vendosur pengesat antipark në mënyrë që t'ju pamundsohet automjeteve të parkojnë ilegalisht. Sot nuk kemi has dikant që ka tentu të frekuentoj këto hapësira si më herët. Gjithë ata janë orientuar në treg, kështu që gjithçka është në rregull. Jo, asnjë gjop deri më tani nuk kemi shënuar.